Ju të gjithë keni dëgju, më thot mendja, se s'jam vetëm unë në këtë botë, për trurin universal. Truri universal është një teori që shpjegon që gjitha qenjet që mendojnë që ekzistojnë lidhen me fjet padukshme siç janë valët. Është një lloj sot vërtetohet lehtë kjo nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë, çdo lloj televizori, çdo lloj kompjuteri, çdo lloj celulari që është i shkëput, s'ka lidhje me është kështu komplet i shkëput nga tjerët, mobile që i lëvizshëm, të gjithë lidhen me një database. Pra çdo gjë është fare e kuptueshme kjo. Secili nga ju ka një telefon celular në dorë, e të gjithë lidhemi në një gjë të përbashkët. Për shembull, poston një në Facebook, një miku i mylli çela, një video që duhet i dëgjoni ju videot e yllit. Edhe me njëherë gjithë shqiptarët kudo që janë, edhe tuj kush do qofshin ato në Kaukaz, qofshin ato në Kinë, qofshin ato në Egjipt, qofshin në Amerikë, që me njëherë të padukshme. Kështu është truri universal. Mendohet që gjithësia, universi, qielli, hapësira, toka, është një tru, është një qendër database. Edhe aty janë lidhë gjithë trurët, gjithë mendjet e njerëzimit, ose njerëzimi është si vogël ngushtohet, po çdo gjë që ekziston. Edhe në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë thirrjet që unë bëj, që i bëj protestuesve për shembull këtë ditë, edhe që protestuesit bëjnë atë që unë them çdo ditë, kjo tregon që është koincidimi se gjithë marrin mesazhet më njëhershme. Ata nuk kanë dëgjuar videot e mia, nëse i kanë dëgjuar faleminderit që ma dëgjojnë fjalët. Ato masë nuk e din që ekziston në këtë botë një Sami Gjoka që i përkrah ata çdo ditë dhe përkrah protestën, se është protesta jonë të gjithëve, jo atyre janë. Ato nuk e din që Sami Gjoka ekziston. E megjithatë çfarë them unë sot, ato bëjnë të nesërmen. Unë i thash një ditë përpara që tash është koha të protestojmë edhe të bllokojmë rrugën e aeroportit. Dilni dhe bllokoni rrugën e aeroportit. Se kështu e sensibilizojmë potën, lidhet e tyre të dolen. Edhe kam frikë se nuk tha rezultatin që doja unë. Nuk tha rezultatin që doja unë për arsye se mjaft njerëz përfshi edhe ata që vijnë të përkrahin protestën në Tiranë, mund të kenë urgjencë që duan të ikin, duan të kapin avionin. Edhe u bona thirrje, kjo s'ka shumë e suksesshme se mund na dënojë më shumë. Por në vend që të protestojmë, thash, atje në rrugën e aeroportit, mos bllokojmë aeroportin, po të shkojmë të protestojmë në parlament. Edhe të kërkojmë dorëheqjen e deputetëve, dorëzojnë mandatet, thashun. Për arsye se këto mandate ato nuk e kanë marrë nga populli, kështu që nuk janë legitime, janë vu me laps nga Sali Berisha edhe nga Edi Rama. Pra janë të imponuar me popullit me lapsin e këtyre dy maskareve, me këtyre dy që quhen të harovat autokratëve. Pra nuk janë, ata uzurpojnë parlamentin ton. Edhe duhet t'ja mbyllim derën ndërsa mandatet. Edhe ato kanë shku sot dhe kanë kërku dorëzimin e mandateve. Unë nuk i pëlqej dallaveregjit që kalojnë nga njëna partinë tjetrën, kryesisht të tipit Ilir Meta, janë këto, janë plot, i ke edhe njerëz të hartit të letërsis. Shko bota ambasadori Sali Berisha sot nesër pohat zëdhonës si Ramës, janë këta njerëzit, këta halet që kemi ne. Pra i thashë, kjo që unë e ngatroje bëj Koçeku, Mirjana, s'ka rëndësi nga Shkodra, që të dërzojnë tesën, ndjekin mesazhin e Koçekut, deputetet, në qoftë duan të mbjetojnë edhe të kenë vend me ne në të ardhmen, për arsye se kjo do të na ndihmonte neve që të mos kalojmë gjakderdhje.
për arsye se protesta nuk do të ndalë. Këto nuk mund të lenë për shtetin se kanë vjedhë dhe shkojnë, do i shemet qatia, janë po majnë traun e qatis aty, po bjena ja, po majnë, ata s'mund të lëqenë traun dali jashtë se i shkeli, se mrena. Nuk, edhe po dojë Rama se len Balluku, se len Taulan Balla, se len Peleshi, se len gjithë hajdutët. Se janë të gjithë që të shkojnë burgjeve, se nuk është bo vetme, kalimi ligjeve. Pra të kalosh ligjin për korupcion që të legjitimosh vjedhjen, pasaj të bësh vjedhjen. Këta të shkojnë gjithë në burg këto kriminellë, që kanë vjedhë ose që kanë hap rrugën për vjedhje dhe kanë mbyllë syt për vjedhje, si që bon për Belinda Ballukun, që i dënon Evropa për ditë e për natë. Edhe nuk e tregojnë të vërtetën, po thonë Evropa po na pranon, Evropa po të pranon, Evropa po thotë që se do të pranojë Shqipërinë kushdo që të jetë. Edhe Sali Berisha të vinë nesër, që s'do të hekur as Sala as Edi, por kushdo që të jetë nga kjo lëvizje të vjerë, Shqipëria do pranohet në Bashkimin Evropian, do bëhet më pastër, do pranohet më shpejt. Por këto janë ato pislliqet, mbrojtja hajdutëve, ndryshimi i ligjeve për të vjedhë, vjedhje pronave shtetërore dhe e pronave private, me falsifikime dokumentesh, me krime fantazma kompanish për me vjedhë pronë këtë juja. Pra vlezër e motra, unë bona thirrje që të blokojnë parlamenti dhe kanë shkuat, ja kanë bloku se të parlamenti dhe të kërkojnë dorëheqjen. Por thash që në qoftë se deputetët e të dyve partive i nxjerrin të serat dhe ja flakin syve si Berisha si Ramës, ato të shikohen ndryshe nesër. Edhe në qoftë se i ka vu Rama disa për tyre e Berisha disa për tyre në kryet listës dhe do thotë që s'kan fitu me votët e popullit, po janë punu popullit. Në qoftë se i hedhin të serat ato në ndihmojnë neve sot të rrëzojmë qeverinë pa gjakderdhje, se ne rrëzojmë qeverinë me pështym. Me pështym rrëzojmë këtë qeveri se s'ka më legitimitet as në botë as në Shqipëri. Është përfunduar kjo. Truj kalbët. Anije pa motor, pa vela. Avion pa krah. Kjo është qeveri kjo lashtërik. Ne arsye që ekziston akoma dhe uzurpon, Edi Rama me klyshet e vetë dhe Sali Berisha që s'ka çfarë uzurpon ata e man partia vetë, s'kemi që bëjmë letamaj, por në pushtet nuk vinë më, edhe në burg që të shkojnë, kur ta kemi drejtësinë vetë. Këto jetojnë për arsye se ne nuk po kërkojmë gjakderdhjene, se i kemi prind e i kemi, po kaloj sigur po flasë në moshën e rinisë, i kemi prind të gjyshrit e tonë këto klysh kurvësh të dy partive dhe s'du në krijojmë gjakderdhje. E kemi të letë t'i marrim zvarë, e do t'i marrim zvarë, në qose nuk ikin, por kjo në ndihmon, po që se këto i hedhin të serat, që quhen këta, mandat, që quhen të kartën e deputetit dhe shka t'ja hedhin syve këtyre, kjo në ndihmon neve që mos bëjmë gjakderdhje, ndihmon edhe ato që të shohim ndryshe, ja se do vinë të instalohen ato deputet, në qose votojnë, edhe populli voton për to, dakord, sa kohë që nuk kanë qenë njerëz të, por unë nuk mendoj që deputetët paktën që kanë qenë në këtë parlament, ku janë kalu ligjet për me vjedh pronët e tona, me bë këto pisligjet e investimeve strategjike, këto, jo vetëm që s'kan vend kur të marrin pjesë në herë në politikën shqiptare, le mo të zgjidhen deputet, për këta kanë vend në burgjeve. Por të paktën të ndihmojnë sot të jepet shansi. Pra unë ndroj atë. Si ndroj atë? Nuk them që të japin dorëheqjen, të dalin nga parlamenti, për arsye se Koçeku nuk ka dalë nga parlamenti, s'ka dhënë dorëheqjen. Është, po ngatrojmë punët, se po themi atje tash që merrni shembullin e Koçekut, i jepni dorëheqjen, ajo s'ka dhënë dorëheqjen. Edhe mirë ka bëu që s'ka dhënë dorëheqjen, për sa kohë që parlamenti ekziston.
Parlamenti duhet shuhet, parlamenti duhet mbyllet. Në qoftë se i bëjmë gjithë t'japin dorëheqjen, atëherë ta vazhdojmë. S'duhet kënë vend. Në qoftë se nuk i bëjmë gjithë të japin dorëheqjen, ato që mendojnë që duhen të distancohen nga këto dy kriminalë, Sali Berisha dhe Edi Rama, duhet të deklarohen si Koçeku që nga sot e tutje janë të pavarur dhe mos të dëgjojnë fjalën e këtyre dyve. Pra, t'ja presim edhe linjën si qeverisë, si këti kriminalit që drejton partinë. Edhe një herë vlezër e motra, ne në qoftë se bëjmë Koçekun shembull, për tjerët kjo nuk do thotë të tërhiqen nga parlamenti, se s'është tërheq Koçeku nga parlamenti. Kjo do të thotë që t'ju aflakin surrat atë mandatin dy udhëheqësve Ramës dhe Berishës, edhe të thonë që janë pavarur, edhe të veprojnë si të pavarur, të kërkojnë me çdo kusht rrësimin e kësaj qeverie dhe këtij sistemi, t'i bëhen pal protestës, të kalojnë anën tonë, edhe qeveria në qoftë se s'ka parlament është e rrësuar me një herë, pa gjak. Pastaj duhet i kemi kujdes këto, edhe në qoftë se kanë bërë krime, duhet me pas kujdes, edhe në qoftë se ka bërë krime një person, ka vjedh. Jo që t'i falen, por i lehtësohet kur bën një të mirë për kombin. Pra nuk duhet se ndryshe i pengojmë ata të japin një kontribut të mirë. Do të vlerësohet edhe në qoftë se ka bërë kastile. Për shembull këta janë maskrej, janë dallaveragji, por e ndihmon kauzën, e ndihmon kombin, që evitojmë gjakderdhin, këto janë lehtësime. Pra i dhenë kandar, ke bo kaq të këqija, ke bo një të mirë në transferimin e madh, i lehtëson domin. Pra edhe një herë, ju kriminal që uzurponi vendet, karriket në parlament, ju që keni bot mundme vjedhjen e Edi Ramës, Belinda Ballukët e këta, ju që keni ndru ligjet, edhe ju që jeni zgjedh me laps që s'duhet ekzistoni, duhet jeni t'ju vit turp nga vetja, se nuk keni hy me votën e popullit, por me majën e lapsit Sali Berishës edhe të Edi Ramës, poni një të mirë sot të dheut. Deklaroni si jeni independent, jeni të pavarur, si që ka dash të kandidoj gjithmonë Sami Gjoka. Që t'ja presim lidhjen qeverisë me parlamentit, mos ketë më parlament, është parlamenti pavarur, edhe mund të ndërtojmë shtetin dëri kur të me njës pavarët bëjmë një qeverit pavarë, me në qose nuk bëjmë qeverin teknike, por evitojmë gjakderdhjen. Mariana Koçeku nuk është dërheq. Mariana Koçeku nuk mund të bëjmë shembull të tërheqjes. Mariana Koçeku ka shpallës, është kandidate e pavarme, nuk mosh më në urdhërën e tutelet e Ramës edhe të shohin nëse do të jetë e pavarur, apo është thjesht një indinjat personale. Kështu duhet veprojnë të gjithë deputetët e ndershëm, edhe të pandershme që duan të lehtësojnë atë e vetën nga krimet që kanë bërë para drejtësisë që pjenese, se do kenë plusët të mëdhej. Do kenë plusët të mëdhej kur ti dëshkoj drejtësia nesër, që me gjithmonë kanë bërë kaq krime, po bën një të mirë aty në fund. Edhe kjo mirë duhet i, si thonë, duhet i t'jetë një kredit për ata për plus. Sami Gjoka ju përshnet, protesta duhet vazhdoj, protesta nuk duhet ndalet me këtë kriminal dhe me këtë tradhtar, që kur e pyesin Gjoni të videon e Yllit Qelës, kur e pyet një gazetare, ajo faktikisht i thot me provokim që në Shqipëri kam dëgjuar që është një kapitull, është në librat shkollore, të shkollave të mesme, të klasës 9 apo të klasës 8, vitet parë se vitet 2, i bjen kështu klasës 8 vitet parë, ku thuhet që ka toka shqiptare në Greqi, ai ngrihet më të madhe thotë s'ka pas kur toka shqiptare në Greqi, or qenë e birë qenë. E kujt ka qenë Janina e Lipashës dhe e djemër mas s'kara. Ore qenë ori tjotë. Por shikoni sa bukur s'ka pas. Ti s'ke nevojë të thush s'ka pas. Por këta janë kriminele dhe këta janë hajdut. Ti kete drejt të thush që unë nuk e di për çfarë flisni, nuk i kam lexuar këto libra,
Edhe do të shikojmë se si dhe si është trajtu, por Shqipëria ka territoret e saja jashtë Shqipërisë më shumë se sa kanë Shqipërisë, e dhanë fuqi të mëdha. I dhanë fshatët shqiptare në lindjen e Salonikut bullgarëve, u dhanë një pjesë të madhe të trojeve shqiptare ose të pirët jugut Greqisë, u dhanë Sanxhake Maltës, Sanxhake e Kosovë Serbisë. Pra ne kemi tokët tona, kjo është një vërtet historike. Ne nuk po kërkojmë ndryshime kofish sot për sot, por kjo është një vërtet historike, por se si është trajtu në librat shkollore nuk e kam pa dhe nuk jam këtu. Duhet të flisim me ministrin e arsimit, por do të shikoj, por në qoftë se thuhet në këto libra, në për këtë kapitull, siç bën ti një pyetje se e pyet ajo kështu me provokim, ne do të shikojmë, por është krejt e mundshme se është një vërtet historike që Shqipëria ka më shumë toka të saja jashtë kufinjeve se sa i ka brenda kufive, se na ndau Evropa. Me drejtësi o pa drejtësi na ka ndau Evropa. Ai dele thot nuk s'ka pas kurrë toka greke, Greqia është e grekëve, kur del pastaj dhe thot pa pikën e turpit dhe thot shqiptarëve që Shqipëria s'është e shqiptarëve. Simon Qeni Birqeni, kryeministri i një vendit, thot për Greqinë,